Dy operacione shpëtimi brenda pak orësh turistët humbin orientimin në malet e jugut. Nga mali Çikës në Gjipe, strukturat e kërkim shpëtimit në terren përballen me raste të përsëritura të turistëve të humbur. Dy operacione kërkim shpëtimi janë zhvilluar brenda pak orësh në zonat malore të jugut, pasi dy grupe turistësh të huaj humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar në terrene të vështira. Rasti i parë u regjistrua në malin e Çikës, ku 3 turistë gjerman dhanë sinjalin SOS, pasi humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar mes shkëmbimeve. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe në të u angazhuan efektiv të njësisë speciale Delta, shërbimet e policisë së Vlorës dhe punonjës të administratës së zonave të mbrojtura. Për shkak të terrenit të thyer në operacion u përfshi dhe një helikopter. Pas lokalizimit, 3 turistët u nxorën nga zona e vështirë dhe u transportuan drejt qendrës shëndetësore të Palasës, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Fatmirësisht ata janë jashtë rrezikut për jetën. Por ndërsa operacioni në malin e Çikës sapo kishte përfunduar, strukturat e kërkim shpëtimit u përballën me një tjetër emergjencë, këtë herë në Gjipe. Një baba holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur kishin humbur orientimin në zonën malore. Pas marrjes së njoftimit, efektivët e njësisë speciale Delta nisën menjëherë kontrollet në terren për gjetjen e turistëve. Pas kërkimeve, 3 shtetasit holandez u lokalizuan dhe u nxorën nga terreni i vështirë. Ata morën ndihmën e parë në vendngjarje dhe sipas informacionit paraprak janë në gjendje të mirë shëndetësore. Më pas u transportuan drejt spitalit për një kontroll më të specializuar. Dy operacionet brenda pak orësh rikthejnë në vëmendje vështirësitë që hasin turistët që eksplorojnë zonat malore të jugut të vendit. Mali Çikës dhe zona e Gjipes janë kthyer në destinacione të preferuara për turistët që kërkojnë të eksplorojnë natyrën, por terrenit e pisur, zonat shkëmbore dhe vështirësia për të orientuar në disa segmente i kthejnë këto eksplorime në situata emergjente. Vetëm ditët e fundit strukturat e kërkim shpëtimit janë angazhuar disa herë për turistë që kanë humbur orientimin në këto zona. Rastet e përsëritura ngren pikpyetje dhe për nevojën e forcimit të sinjalistikës dhe informimit të turistëve për rrezikun që paraqesin disa prej shtigjeve malore. Në 2 rastet e fundit, ndërhyrja në kohë e strukturave të emergjencës dhe njësisë speciale Delta bëri të mundur që turistët të nxiren nga terreni dhe operacionet të përfundonin pa pasoja të rënda.